çdo biznes, çdo biznesmen, fiton çdo punojës. Çdo punojës. Me një trend lapsit, punojësve u rritën rroga 13%. Bizneset u mbetën 13% e fitimit për ta investuar, për të punësuar, për zgjeruar biznesin. Po ju do thoni, po mirë, po Arka, ne e kemi këtë. Ne e bëm njerë këtë. Dhe në Ark, jo që s'ta munguën, po u shtuën. 6 muajt e parë morëm 300 milion më shumë kur e bëm këtë. Në krye të vitit, në krye të mandatit, 2 fishuam të ardhurat. Pra, kjo nuk pakson, përkundrazi, kjo shton të ardhurat, shton biznesin, shton punësimin, tërheq investimet. Ky vit është viti i diasporës. Dhe ju e keni pa se me çfarë malli, me çfarë dashurie, me çfarë vendosmërie janë u regjistruan ata dhe do të vinë për të votuar për të ndryshuar Shqipërinë. Po edhe Shqipëria. Edhe Shqipëria do të ndryshojë ndaj tyre. Çdo familjar juaj, çdo vajzë, çdo djalë, çdo emigrant që dëshon të kthehet në dheun e vet, do ketë 5 vite asnjë taks. Asnjë taks. Të vi, të investoj ato fitime që ka krijuar. Të punësoj dhe dikë tjetër, të vazhdojmë. Këtu ka problemet të akumuluara. Legalizimi. Kam firmosur një pakt, një kontrat me banorët për legalizimin. 2 janë pikat themelore të këtij pakti. Nuk do ketë kur urbanizim para legalizimit. Nuk kemi bërë. Nuk kemi bërë. Shteti duhet të jetë i drejtë. Shteti duhet të jetë i drejtë. Dhe kur shteti të jetë i drejtë, edhe qytetari e ndjek me shumë të drejtën. Se nëse tjetri është lejuar ose se ke ndaluar dot për të ndërtuar mbaj edhe ti një përgjegjësi. Nuk është e drejtë që ti çosh ruspat. Sikur është armik, nuk është armik ai. Ai është qytetari yti. Atëherë, ne nuk bëjmë urbanizim para legalizimit. Ne do legalizojmë. Do legalizojmë dhe ju garantoj të gjitha ato çfarë i quajnë këta leje që u kanë dhënë dhe thonë prisi se më vonë do t'i kthejmë në tapi, të gjitha do të quhen tapi dhe do t'i gëzoni përfundimisht. Miq, keni vure ju që ai më mirë të mos ja themi